vëllezër, jemi kohën prej fillimit të Ramazanit në shpjegimin e surës Jusuf. Dhe Allahu xhalla xhelaluhu sa na I mundsoi neve, u mundun që këto ajete që janë të surës Jusuf ti komentojmë, ti shpjegojmë dhe të nxjerrim mësime nga surja Jusuf. Dhe sot ne jemi inshallah së bashku me juve në ajetin 22, 23, 24 me radhë që janë prej surës Jusuf. Allahu dhul Jalal tha: "Walamma balagha ashuddahu ataynahu hukman wa ilma wa kadhalika najzi al-muhsinin." Tha edhe kur ai arriti periudhën e pjekurisë, Jusufi alayhis salam, kur arriti periudhën e pjekurisë, thot ne ja dham urtësinë, pastaj ja dham dijen. Qëre subhanallah, periudha e pjekurisë, gjëmot jem, e kanë komentuar komentatorët e Kuranit, kanë thonë periudha e pjekurisë është një koment prej komenteve, është mosha 33 vjeçare. Mosha 33 vjeçare, dhe këtë ka thonë Ebu Katade dhe Mujahidi, një komentator I Kuranit, dhe disa tjerë. Pastaj Abdullah ibn Abbasi dhe ata që ka e përkrajnë mendimin kanë thonë është mosha 40 vjeçare. Do me thonë, Allahu në moshën kur e ka mri Jusufi a.s. 33 apo 40, për dy mendimeve, thot ja kemi dhonë urtësien. Qëre, nuk ka thonë ja kemi dhonë dijen. Dija mirët, dërsa na I prishi jetën që këtë telefon. Ja kemi dhonë, thot, urtësien sefte, pastaj ja kemi dhonë dijen. Pse urtësia e pastaj dija? Se sa dush me pas dije, në qofë se nuk ki urtësi nuk kije, kote ki pse I dishëm. Çka është urtësia? Urtësia është me ditë me I vendos sendet në vendin e vetë. Me I vendos sendet në vendin e vetë. Në qofë se formohet një mexhlis, formohet një bised, edhe formohet disa njerëzit në një vend, e bëjnë një mexhlis, një ndeje, nuk o e rejnit a I rivit ungjët në krijet vendit. Kush do të më unqë krijet vendit? Do të më unqë plaki. Do të më unqë ai që ka përvoj, ai që ka eksperiencë dhe të ullet ai që ka dije. Nuk ullet I rivi, po me ullat të rivin atje, që s'di me I lidhë disene, ai të korit. Kosovarët e kanë pas një tradit në për mezhliset e Kosovës, oda, përpara I kanë thonë oda, kur ka nis me fol dikush pa lidhje, pa lidhje ka fol, nuk I kanë thonë para njerëzve, këshire urtësi kanë pas, nuk I kanë thonë, mos folëve se ti smervesh glupi jeti, ja kanë gjujt një cigare. Shka ka dash me thonë me atë cigarën? Mere cigarën kalla dili jashtë, mere një temiz hadha, se ti si je për me foli këto, arri që janë fona një. Afëzit Rizi, rameti pas shpirti I Allajës, e kini mërin dashta, për matë më shumë të kanë mërin, për matë rritë, ajo konë hoqë, hakikat hoqë. Ajo shallin kurse ka hek pikrije, kurs ka hec, jashta se me uniformën fetare. Edhe o konë simbol I fejes islame në trojet tona, kur ka hec njerëzit kanë marrë lakmi nga ajo që o konë shumë pedant. Kur e veçmi shasharte I ka islami, jo muslimani, islami dhe gjegjasht. E I thëshmi pezbe, shahadeti, namazi, zekati, agjerimi, haji, dhe ke e gjashta thike me dit ku mu ule dhe shka me fosh. Të ne dhe njëherë disa njerëzi ngatrojnë kablat, edhe pastaj del ajo shka I thojnë spoja, plas dishka. Plase, gabim, baba në kom fëmija I thot baba mush ma një uj. Edhe kur ti thësh, po thot hoxha kini thonë be ju, se va po me dhonë uj. E këtina duhet me jadhon një shok aparat këtina. Shka është shok aparat? Një pesqe, jo që bapa, pesqe kështu. Se e këshin vetë Ahmet Kalaja në hoxhën, shka është një sen, shka e mund me angër, kur I agjerushëm s'ta prish agjerimin, kështu me ta rasë shpull, e anë një shpull edhe s'ta prish agjerimin heqë, vetë dison ajo. Ti duhet me vetë disu se kisë mërvesh përse vape përse ndë babës, a I thot babës kush pa një bata kuj. E këtu janë ato nga të resa qka urtësia është paradijes. Në qofë se një njeri s'ka urtësi, bëdja është ka dije. Në qofë se një njeri nuk I din sendet I vendose në vendin e vetë. Bëdja është ka dije. Allahu ja ka dhonë pejgamberve sefte urtësie. Janë konë të urtë. Jo të urtë në të kuptimin I urtë,
Çka dush bani e staqet zonë? Jo, urtësi nuk do me thonë buci. Urtësi do me thonë me kon i meqëm edhe me i ditë ku, si dhe sa me shlu dhe ku duhet me shtrëngu. Kjo është urtësi që Allahu i ka thonë wa atejnahu hukmen wa ilma. Pastaj ja kemi dhonë dijen. Wa kedhalika nezzil muhsinin, dhe kështu ne i shpërblejmë bamirësët. Qëre, është një rezolucion, është një regull shariatik, Allahu Gjelle Gjelaluhu e furnizon njeriun që është bamirës, me sende të cilët nuk ja jep dikuj tjetër jashtë a bamirësve. Çka do me thonë bamirës? Me bon mirë. Jetu kalu për rrugës e ki pa një gurë, heke atë gurin, së është sadaka. Ki pa një drun, heke atë drunin, së është sadaka. E ki pa, se sidomos tash Ramazan, nga të rohën sendet, ka pe përdore, thuja një 3-4 fjalë të mira. A e ki pa dikan që e zani thirë për u dhe thuj, hajdeve, shkojmë për e falmi një namaz. E ki pa dikan se kote argjon kohën me PlayStation, kantera, mantera, këshilloje me 2-3 fjalë. Thuj, hajdeve se shpëtimi nuk o që këtu, shpëtimi është në xhami, shpëtimi është në rrugën e Zotit. E ki pa se një fëmijë nuk e ngon babën dhe nanën, këshilloje. E ki pa se një nxans nuk do me mësu, jo me re, këshilloje. Dhe Allahu Gjelle Gjelalu, ata shka bëjnë mirë, i furnizon ata nga mirësitë e Zotit që nuk mundet t'i furnizoje kërkan tjetër përpos ati që është bamirës. Bamirës. Dikush mendon me kon bamirës është veç me dhon pare. Jo, vallahi jo. Bamirës është edhe fjala e mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha el kelimatu tayyibatu sadaqa. Tha fjala e mirë është sadaka. Tha pastaj ibtisamu ke fi wajhi akhika sadaqa. Me busqesh në ftyrën e vllaut tan kur e takon. Mos e takobe i mrolt. A ki pa njëni dhe për shpije, si me jam mitë babën, dikush. Ja ka fajnë këtë dunjojë. Busqeshme, bënë pozitiv, jep energji pozitive, që njerëzit kur të shofin tije, t'ja u përkujtojsh Allahu dhul Gjelal. Ka që asi robë, Allahu Gjelle Gjelalu, robë të Zotit, kur t'i shofsh, t'a kujton Zotit. Tu, elhamdulillah, që ka që kësi njerëzit. Elhamdulillah. E shë se u ka ngarku plaki me tesha, ka marrë najlona, ka marrë sende, një moj i bre, se zbohët të naumi pëse e merë pidore, ti e i ri, Allah të ka dhënë ku vetë. Felemma belega e shuddehu, kur ka ardhë në periudhën e forcës, 40 vjetë, 33 vjetë, së shme rëndësi mosha, që shkonë me rëndësi, Allah e kishtë cekë, kishtë thonë 33, sikur që i ka thonë, i ka ponë 11 ije, hanën dhe dilin i bëjnë sejde, 11, si janë konë 13, aspe 11, këtu pëse se ka thonë të në moshë, për me ja u bo njerëzve me dije se pin 33, dherin 40, sa do që e kiti moshën, banë mirë, o musliman, banë mirë se nuk e din në esër atë mërin e në esër mja, nuk e din, ti a kimu plak, kur i thu 3 vit, hajde për shkojmë, thot lave se kur të plak, në. Shpesh banë vakit, thujna, pëse shko në haqë, thot, pishtaj mu bo haqia. Mendon se etiketimi mu bo haqi është vetëm ku përpleqt, jo. Përplesht është, sigur ajo bira e fundit në kavall atje. Ti obligim e kije pin 18 vet, pin bilik kur t'ish. Për para avën 18 vet, tash mos ka 18 vet që i bilik, tash kjo www.shaitan.com ishtin bilik pin 13 vet. Sa i sit nise t'i qeli ato faqet që i qelin natën, ditën si qelin ato, natën i qelin. I mshelin perdet, i mshelin dirt, i mshelin ketë dhe qëtëre i qelin ato faqet, a i ka himon bilik. Prej qëtëre ka fars haqën, prej qëtëre ka fars Ramazanin, prej qëtëre ka fars namazin, prej qëtëre ka fars zekjatin. Kitë farsët i ka prej qëtëre. Nuk i ka fars, hajë se kur t'i vojë 18, hajë ma u ka bo më magarës, u ka bo 2 metre më i ma se baba vetë, thot ka him, salos ka him bilik. I ka dal mjekra, i ka dal musteqet, i ka dal kimet nërsetëll, vendet të tërshme, që janë alametet të bilikit. A, si dushme e ditë, si ti dalin puqrat në balë, të ati se ka him bilik. Që kjo është shenja shëriatike, dhe të e dikush është shkaj të folë. Une nuk jam të folë prej hamendës teme, jam të folë veç për qitapit. Që kjo shka është në qitap, që kjo duhet me ditë gjdo prind për e vladin e vetë. Duhet me ditë, belega e shuddehu, a ki him bilik, terin 40 vetë të moshës, se mas 40 ve shkon të u plak.
Kur'ani Kerimi thot hatta idha balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Derisa ta mrinja 40 vjeç, i fortë. Kur ta mrinja shkon tu dobësu njeri mas 40 vetëve të moshës së vet. Thot ai ka me bo mirë, ka me vepru me urtësi, ka me vepru me dituri, wa kadhalika najzi al-muhsinin. Tash i boni 40 vet, apo 33, prej 33, prej 30 të tërma, i boni moshën e vet, fillojnë sprovat e randa. Jusufi a.s. pat sprova, vllazrit e vet deshtën ta mysin, e xhelozun, e urrejtën, e fugën bunar, prej bunarit e nxerrën, e banën rob në treg, e shitën. Shumë e ronë, pejgamberi Allahut po shitet në treg, pastaj e morën izmeqar të shtëpia, shërptor. Dhe kur arriti periudhën e forcës, fillon sprovat e rana. Shka mune godet çdo njonin prej trive, dhe kjo në tjetë mesazh për tritë se si duhet të veprojmë. Thot warawadathu allati huwa fi baytiha. Thot sprova, provokimi prej asaj që jetoj të Jusufi në shtëpinë e vet. Po pse kështu e komplikoi Allah? Pse kështu e komplikoi? Pse nuk i tha ajo gruaja e shtëpisë se provokoi? Po tha e provokoi dhe e ngushtoi Jusufin a.s. ajo e cila Jusufi jetoj në shtëpinë e vet. Kështu është bukfalisht fjala e Zotit. Pse me ta bo me dije ti e nise, kur të shkojsh në shtëpinë e dikujna, mënojni divija që kësaj xhamat, kur të shkojni në shtëpiat e dikujt, kujdes se shka këshir, kujdes ku i shlon sit, kujdes se shka ban se është shtëpia e asaj. Te ne kanë thonë ku hanë në buk, mos e kry nevojën e madhe. Kështu kanë thonë të partë tonë. Apo mos ban vllësira. Se që ati ku ti ki hinë të dikush në shtëpi, duhet të jesh shumë i kujdesshëm, ja u i sigurojsh ative sigurien e nderit. Ja u javësh garancën se janë të sigur në aspektin e nderit. Por qatë ditën e kiametit, një prej armitësive më të mëdha që ja bën Allahu dikujna, është njeriu të bën zina, apo ta prek namuzin e dikujna që e ka pranuar besim të shtëpia. E ka pranuar besim të shtëpia. Thot warawadathu allati huwa fi baytiha, e provokoi dhe e ngushtoi ajo e cila në shtëpinë e saj jeton te Jusufi alayhis salam, an nafsihi, kërkoi nga ai një sen çka s'ban me kërku. Wa ghallaqat al-abwab wa qalat hayta lak, jam sheli dirt. Një rethire, hectë. Tu bo me hi e provokoj me zonin e vet, e provokoj me bukurin e vet, ja shpalosi diçka nga trupi saj, dhe jam sheli dirt, jam sheli perdet, jam sheli dritart, që do me thonë ketë sene të banën hazër për me shkel ligjin e Zotit. Janë letu të në senet edhe mbi ketë ta hejteleke, dhe të une që sa kohë jam pregadit për ti. Subhanallah. A mu ne be shejtani gruën në deregje që ti kishkun besim të dikush, i e të punu në firmën e dikujna, i e të punu në kompanien e dikujna, i e të punu të shpia e dikujna, edhe me të provoku gruja e pronarit të shpia, po na tregojnë sot e sot, shkojmë thot mjeshtrit, shkojmë atje thot edhe gjejmë provokim prej qikës, prej gruas, prej motrës e kështu me radhë, shejtani e be gruan në qatë pozicion që të ta marrë sendin më shtrenjtë. Edhe thot hazër i ti, nuk shë kërkosh, nuk i kalzoj kur kujt, i kom shel dirt, i sigurt, une me vetë dëshirën teme, hajde bujrën. Me i thonë rinijës sodit të cilët nuk janë afër edhe nuk janë lidhje me fenë islame, dhëtë po ki kanë abudal, e bukur po, i sigurt po, vetë ka dashtë, s'ja kam bo me zarune, hasha lillah, s'ja kam bo une me dhonë, thot me dëshirën e vetë, dërsa Allahu Gjelle Gjelalu u thot, kale ma'adha Allah. Që kete do Zotë i Dhul Gjelal nga muslimani sot? Që kete do në Allahu Dhul Gjelal nga i riu sot? Me thonë, assesi. Thot, ma'adha Allah, Allahu më se boft, Allahu më mbroft, Allahu më largoft. Komentator të Kurani Kerimit thot, Jusufi kur i pa këto sende, sikur nefsi me dash me i thonë,
që i ki gati ketë. Banëve për punë e madhe. Thot, ra'a burhana rabbi. Thot, e pa një argument të Zotit Dhul Gjelal. Shka pa, ju sredit para ftyre dora e babës vetë. I tha, mo biro, që e voni, mo, o birë, mo biro se kjo punë është shumë e keqe. Thejti Jusufi, për qatë, na themi gjithmonë babalarve, mos u bën koprac bised me vladin ta. Mos u bën koprac me djalin ta, me vajzën tonë. Fol more me ta. Zbrit pozicionit sikur me fol me shokin ta. Edhe thuj o bir, helbet, ta frohet kjo gjon, o bir. Mos ajo çika që është palën tjetër mund të me konë motra jote, në pozicion tjetër. Mund të me konë nana jote, mund të me konë halla, tezja, qështu si i ka përdor pejgamberi a.s. Metodologjinë e bisedës me atë triun që ka ardhur te pejgamberi sa që i ka thonë ja Rasulullah, unë po du me bëni punë të keqe. Bisedo. Këshire narkotika i keqe, këshire prostitucioni i keqe, këshire komari i keqe. Mere more një ditë djalin tanë për dorë dhe shkoje te ajo kladilnica, shkoj te sportska. Edhe ty këshire. Ai shik këto njerëzit. To e nënvizojnë një vi, ai që jenë shalter ja merr parët, ki hup. Munosh, mitësh të punu, ti merr dikush parët tjetër. Mshoj aparatave në dalin limona, portokalla, shka dalin që të kujdojnë shka. Ato portokalla, ato limona, të aparatave, a i ka menu për me ti marë parët, jo ti të fitojsh, o musliman. A i shka ban, e fuk një koc, që ta manë mishin, a njoni për 100 metave ka me fitu, ka me vikat, i fitova 1.000 dinar, edhe njerëzit menojnë se unë shumë ketë kanë me fitu 1.000 dinar. Ha i ka marë 100.000, ti ka dhonë ti 1.000. Mashtrime që duhet me aspjegu rinjës sot. Thot, felaura en ra'a burhana rabbi, e ka pa argumentin e Zotit që djetartën e ka pa dorën e babës së vetë, e ka ndëgju zonin e babës së vetë, i ka thonë, mo biro, mo e vlatë se kjo punë nështë të keqe. Ven, fëmija, lavdrot të baba, thot, i kumë shu profesorit. Baba thot, birve, ku kjeriti mati, fort o gjallje. Këtë rast, duhet me intervenu, jo me lavdru. Duhet me vnu sankcione dhe masa. Nuk guxon të ndroje pozicionin. Po i kam shumë profesori, po një më në tim shoje se plas qameti, jo, duhet me qëtë pa di. Për kur kina nista me që këto senet regullat e reja, u shkatru jeta ketë, u hup në gjyra e jetës, u hup edhe ambëlsira dhe shia e jetës. Tha, kale ma'adha Allah. Dhe onë thot, kërkojnë mbrojtjet e Allahu, asë një herë, hiq. Kale ma'adha Allah, kush e thot, e që i ofrohet shansa, nëj grue, nëj vajs, i ofrohet shansa të hajde ban amoralitet, hajde ban e një pun të fliqt. Edhe aje refuzon, të në shkaj thoi, të në thoi, s'ka na taman me mene. Ndërsa feja islam e shkaj thot gjennet li, subhanallah. Një iri i cili, ko me arit, ta mbizotroje egon e vet, epshin e vet, erun namuzin e vet, erun nderin e vet, është një prej veprave që inshallah taala shpresojmë që dhe shtije në xhennet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, mi garantoni 2 gjona, ja u garantoj xhennetin. Ka thonë ja Rasulullah, cilët janë? Ka thonë, ma garantoni atë që e keni nën me të buzëve të gojës, që dhe me thonë gjuhën. Ma garantoni që s'keni me folë shka mos, dhe unë ma garantoj xhenetin. E dyta, tha ma garantoni atë që e keni mes komve, që dhe me thonë aludon në namus, në nder dhe pastërti, ja u garantoj xhenetin. Sot njerëzit që kanë të bu? Ketë janë të ngaren, masative 2 gjonave. O të kalzoje, boje muhabet, kod, bosh muhabet. Rinë qarshi, 5 sahat në qajtore, në kafe. Kur ti të shajde ta falish një namaz, se di s'jam mirë, edhe plus të donët si kam të visë. Subhanallah. Amën e paramendon muslimoni si ka donët të visë. Amën e paramendon muslimoni thot s'jam për namaz. Qka i e, gjunup? Jo. Mos i ki menstruacionet. Burr, s'jam për namaz, nuk mund paramendohet hiç, asnjëherë, mos me konë për namaz. Gjithmonë muslimani është për namaz. Dhe asnjëherë nuk pranohet muslimani të ecë me tesha të papastërta.
E që këtu është ajo problemi I madh se shtëpia nuk ndërtohet prej kulm, po ndërtohet prej ku? Prej temel, E shtash në qoftë se fillojmë ta ndërtojmë jetën e karakterin e muslimanit pin kulm, që kështu është. Në qoftë se nuk I mësojmë fëmijët e tonë pin taharet. Ai që s'di me marr taharet, ai jetë I papastër. Teshat I bën papastër ta. Dhe tash kanë dalë ajo kultura e re apo restoranat e disa muslimanëve, Allah I udhëzoft inshallah, kur shkojnë në tualet nuk I vnojnë taharet me marrësi mjet për mu pastruar. Pse? Se kana pro-evropski ajo tjetra, kjo kana pro-arabski. Jo, lezër, është pastërti edhe jo pastërti. është higjiene dhe jo higjiene. Bota sot ashtu fundos në papastërti. Sot bota, e jo muslimane, fundoset në papastërti, ndërsa Islami thret në pastërti. Ndërtoj karakterin e fëmijës tanë prej taharetit, prej pastërtijës, mësoja si mu pastru, mësoja se si duhet mu la, si duhet me marr gusull, si duhet me marr abdes, si duhet me la gjenazën. Në gjenazën mësoja. Po shka ka me mësu baba s'di. Që ti mësoja e vladë? Qëto është e problemi madh. Para të arsye duhet t'i kthejmë temelit e jo qeremideve. Tash, një I ri I cili ja garanton pejgamberit alayhi salatu wasalam fjalt dhe ja garanton nderin, ka me kon I garantum me myshde prej pejgamberit alayhi salam se është xhenetik. Resulullah sallallahu alaihi wasallam në një rast I ka drejtu sahabëve dhe I ka thonë 7 grupe të njerëzve xhamat kanë me kon nërhije të arshit të Allahut kur s'ka që të rhije pos hije së arshit të Zotit. Dielli që sot është me miliarda kilometre larg dunjajës dhe kur e shlon rezatimin edhe temperaturën e lartë na thojmë na gjeki, na shkrumoj. Dërsa atë ditë ka me ardhë veç 1 kilometre për mikokat e njerëzve. Dhe njerëzit fillojnë mu fundos në për njerëzat e veta, Allahu I shpëton 7 grup njerëzit. Një prej ative 7 grupe është një djalë, një burë, që e ka thirë një grue, apo një burë e ka thirë një grue, e kundërta, me bëhe një vepër që I dhëron Zotin, me bëhe moralitet, zina, ai thot, I kam frikë Allahut dhe nuk e ban. Allahu e strehoj ka nërhije të arshit. Dhe si pas transmitimeve të kitapeve, në xhennet krejt ata që ju kanë shmang zinajës, ju ka ardhë mundësia me bo zina, edhe I kanë thonë, jo, asesi, Allahu në mbroft nga kjo e keqe, kanë me konë nërhije të flamurit të Jusufit a.s. ditën e gjykimit. Si flamuri nderit, si flamuri ative që e kanë rujt namuzin. Kale ma'adhe Allah, innehu rabbi ahsana mathwaya. Thot, me të vërtet ki zotnia, buri I jot, që shka I ka thonë? Ki buri jot, I cilim ka bo mirë, asë se si nuk gozoj me akti une me të keqe. Qërë Kurani na jep një mësim, në qoftë se dikush ta ka bo një të mirë, kur asë një herë mos ja haro. Gjithmonë kujtoja. Kur ta shofsh të filoni, kur jam konë man zërë, ma ka ndihmu. Kur jam konë rrugës, ka bo shoqni. Kur jam konë kështu, ma ka letu. Mu ka gjek shpia, ka armë ka vetë. Kum pas darsëm, ka qenë nga të mu. Kum pas gjenaze, vdekje, ma ka një mu. Jam konë student, ma ka letu. Jam konë kështu, jam konë pa punë, ka punësu. Kështu, ti përkujtoje të mirat e njëni tjetrit. Pse me I përkujtu të mirat e njëni tjetrit? Se jemi insan, mujna me gabu. Në qoftë se ban gabim, I thua, ja fala bese, ma ka bon me një të mirë. Innehu rabbi ahsana mathwaya. Burriot është pronari jem, se Jusufi u ka shqitë si rob. Ndërsa ai ahsana mathwaya, ai më ka marë, ka ushqem, ka vesh, më ka eduku, më ka mësu, mi ka dhonë të natë mirat, qish muj unë të shkeli të mirën që më ka bo ai. Innehu la yuflihu dhalimun. Dhe asë një herë nuk shpëtohën zullumqartë prej Zotit dhul xhelal. Që do me thonë se ta kish bo Jusufi atë vepër që gruja e zotnijës shpijës dojke me Jusufin me e bo, Jusufi a.s. ishte bohen nga zullumqartë. Dikush me ndonë se zullumqarë është veç me arë me amar dikuj nga pasurien. Apo me arë me pushke dhe me sulmu e me bon luft. Jo. Zullumqarë është edhe me I përbuz të mirat e njëni tjetrit. Që kjo është zullumqarë. E ki kojshi me një zit, e ki kojshi
30 vjet, për një punë të vogël u dëgjon sakicën ti ta sulmoje. Subhanallah. Nesër është dita e hanë, më kanë ftu me një rast konflikti të Shkup, me shku me i pajtu. A i dini kur ka ndodhë? Tash, në Ramazan. Janë qu i kanë marrë supatat, më preje, më mitë, edhe hoqë hajde thot me na pajtuhe. Pse? Ka ndodhë një fesat i mba. Subhanallah. Po mirëve, kur shini ju? Tha një zit në damë. Subhanallah. Një zit. Unë e kumë kalzu shpesh, Ebu Hanifja, rahimahullahu ta'ala, i ka dhonë borç jahudijës. Kanë punu tregti, ka një dit i ka thonë, apo më jep një 300 dirhem, ka thonë që, kur mi këthen për 3 muj. Kanë kalu 3 muj, në bo 4, e në Ebu Hanifja ka pas nevoj për pare. Tu po me dalë të dera, gruja vet ja jep do petla. Petla. I thëni petla? Petla, që i bojnë të shpia me zejtin për brumit. A e ka marë, kur e ka hangër, e ka pasë durët, i ka pasë këtë inir, këtë zejtin. Edhe të shku t'ja lipe parët jahudijës, i fshin durët e zidi jahudijës që o konë me qirpiq. Kur i fshin, i kujtohet se nuk ka hak i vetë. I kujtohet se zidi ku i kam fshi durët aj, është i jahudijës. Para më ndoj me shku të Allahu me hak jahudije. Tak, të dera, kur del jahudia, thot, o Ebu Hanife, vallaj s'ti kum bon parë, thot se kum pas shumë gushtes, besën për ta japë për një disa dit, një javë, ka me ti bo parë. Thot, jo, s'ku marë për çken. Realitet, unë nisa me ti li parët për tuar të knina, i fshita durët me zejtin të zidiot. Ama ban halal që i kum fshit durët të zidiot, ta fali borgjin. Subhanallah. Ama ban halal, thot, ama fal, që i kum fshit durët të zidiot, unë e ta fali borgjin tije, zdu borgjë, që kur gjo pare zdu. Qish mëre, thot kështu? Po, thot se unë nuk du me taku Allahun me borgjë të jahudive. Qire, na i urejmë jahudit, si dojmë se janë krijesat shumë të këqia, se i bajnë zullum, i kanë bo pejgambert, i kanë vraj, i bojnë, e të i mitë musliman ka mos gaze. Por kjo nuk na jep drejtën neve na mi bo zullum digujna. Na si bojmë zullum musliman, nuk bajnë zullum. Ai që i banë zullum, pikpytja është musliman. Nuk bajmë zullum na. Thot, a mi fal, ti fali borgjin. Thot, a që kështu është feja juve? Thot, po që kështu është feja juve. Thot, eshhedu en la ilaha illa Allah, wa eshhedu enne Muhammeden abduhu wa rasul. Pranon fejen islame. Pranon fejen islame. Kujtoja të mirat ati kujshijes. Dhe largoha asaj ti ishtë ndërhak. Allahu Gjelle Gjelalu në ditën e kiametit gjemot, i qel 3 dosje. 3 copa. Një dosje është këtë gjunahe që ka i kanë bo njerëzit ndaj Allahut. Edhe Allahu Gjelle Gjelalu këtë do në falë se falë. Drejta e Zotit. Dosja e dytë është dosja që ka ti e ki bo vetë vetës. Qish mëre? Po edhe për vetë vetën që ka i ki bo pa drejtësi vetë vetës, Allahu ka me të marë në pytje, ki me dhonë hak. Zoti Dhul Gjelal, këtë trup, shka na i ka dhonë neve, na i ka dhonë emanet, nuk u zojmë me bon shka dojmë na. A i keni pa tash në për salonet e zbukurimeve, ka plot gërash ka shkojnë i bëjnë pa drejtësi vetë vetës. I e kinë vetë latë, bëjnë botoksa, motoksa, hamama, sende, i ndër hak vetë vetës. Tash ka djemë shkojnë, jo të tovazha bëjnë tatua, jo vizatime, jo sende. Tash e mura vesh kanë nisë edhe me menue disa me ndru gjinin, subhanallah. Allah i ka falë bura i të botë gruë. La hawla wala quwwata illa billah. Një nga shenjat e kiametit që do të gotet botën e njerëzve para shkatrimit të botës. Dhe dosja e tretë është shka i ki bëhe dikujt pa drejtësi. Me zvetë, njerëzit. Njerëzit që kanë bëhe pa zvetë. Këtu dahën di kapitull. Kapitulli shka i ki bëhe pa drejtësi muslimanit, edhe kapitull shka i ki bëhe pa drejtësi jo muslimanit. Edhe jo muslimanit, po edhe jo muslimanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ju ka thonë se Allahu e ka ndalu padrejtësien, nuk ka thonë o ju musliman.
Ka thonë, po thot Zoti jem, ejuhan nas, inni qad harramtu dhulma ala nafsi, wa ja'altuhu bejnekum muharraman, fela të dhalimu. O ju njerës, nuk ka thonë o musliman, unë thot e kam ndalu pa drejtësie për vetën teme, dhe ja u kumbon të ndaluar në mesin e juve, mos bëjni pa drejtësi. Pa drejtësi është edhe llukin me këthi me ra ujti veç të këshia. Pa drejtësi është edhe kerin shka e nalë midis jaja pashës, anim se i kalti ka të shmikafcët, edhe del me ble buk, del me ble tost, del me ble baniq, del me ble doner, sandwich, edhe kilon kerin pa drejtësi, vallahi, billahi, tallahi, nuk livis koma e qati shoferit, ditën e kiametit, pa dhon logarip se kam byll rrugën. O, dikush e menon vetë qashtu, nale kerin 4 shmikafca, banti qef ati, dikush është në zora dje ashtu prit në kolon, edhe o zot xhenet. Xhenet, në qofë se është mes ti edhe Allahit po, ama xhenet mes ti edhe ti ja ki nalu, ja ki angër kohën dikujna, vallahi, nuk livis, qaj muslimoni jaja pashës, që po e thamë që kështu, qaj muslimoni qajirit, qaj muslimoni shutkës, qaj muslimoni pa marë parasysh kuash, e le kerin, midis udhe, edhe pinkerin kërë ban muhabet, e qilë gjamin, kitë njerëzit a gjenë, ma sfiratin, pasha Rabbul Aleminin, gjennet për ta, ka me vështërsi. S'po thamë që s'ka, ka se është musliman, ama vështërsi, ka me dhonë logari, ka me ju dhonë kompenzim ative që va ka marë kohën, va ka rezultu ative, ja u ka shkaktu e nervozën edhe stresin. Sëm po kalon për ative, sëm po kalon, midis udhe, njoni edhe me trotinet, i kishë msheli udhën, pra, i që ka gajle. Midis Ramazanit, ven që Ramazani me na zbut, ven që Ramazani me na bashku, me na eduku, këto s'prapën, që do me thonë, problem është, a e kanë për një me Ramazanin agjerim taman, apo e kanë veç si adet të njerëzit. Tha innehu la yuflihu dhalimun, dhe nuk shpëtojnë prej Zotit zullumqar. Wa laqad hamma bihi wa hamma biha. Thot, por ishin një moment, këshire, këtu të regon natyrshmërien e Jusufit a.s. se edhe ajo është njeri, ka epsh, ka ego. Thot, edhe kur ajo shprehi ga dëshmëri se e deshti ka boje punën e keqe, wa hamme biha, edhe Jusufi a.s. këtu anu për pak, thot, laula en raa burhane rabbi, ju shpalos dora e babës vet. E pa dorën e babës vet, këdhalike li nësrifa anhu su, Allahu thot kështu ja banëm për t'ja largut keqen Jusufit a.s. Wal fahsha dhe amoralitetin. Tash ka dal një modë re, nuk thot jam kurvar, kështu nuk thot, atë shku mas kurvave, po thot jam bashkjetes. Tash ka dal, me të madhe kjo, jam bashkjetes. Se nuk du mu bo një qa, nuk du mu me marrë për grue, nuk du me pas bur, du bashkjetes. Kalojna na, hecna, i bëjna ketë senet, edhe s'ka lidhën, bashkjetesme, s'ka bo kur gjo keq. Sajna Allahu, shka i thot? I thot amoralitet. Një njeri i cili vetmohet me një grue, që nuk e ka një qa, edhe vetmohet me një grue që nuk e ka mahrem, që do me thonë nuk e ka nan, nuk e ka bi, nuk e ka motër, nuk e ka hall, nuk e ka teze. Jashtë aktive këtë senet janë problem. Vetmohet me ta, nuk mund të shpëton, vllazni, o jurini, mos u vetmoni se s'mund të shpëtoni, për po se Allahu me ju dërguen disen që ka mu ju larguen. Se për ndryshe, vallahi, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma khala rajulun bimra'atin illa kana ash-shaytanu thalithuhuma. Nuk vendosët një njeri me një dhomë, me një vend, me një dikun ku takohet një burr me një grua që nuk e ka mahrem, se ka grua, se ka çik, se ka motër, se ka nan, se ka teze, se ka hall, vetëm se ka me kon shejtani i treti aty në çatë. Hasan al-Basriu rahimullah ka thonë me mlon me një depo, me një magazin, me këtë pasurien, diamanta, taltanin e botës, ja u garantoj deri në ditën e kiametit, nuk ka me mungu asnjë sen. Po me mlon me një vend me gruan më të keqe shka është i dunjës, nuk ja u garantoj që mund me shpëtu as ajo nga unë, as unë nga ajo.
Që do me thonë, garancë, mos thojë dikush se unë jam I fortë, edhe unë e baj, jo se ne ban. Për atë arsye kërkon mbrojtje pe Allahut që mos të jesh prej ative që bën në këtë kurth. Innehu min ibadina al-mukhlasin, sepse shkak që e kemi mbrojt Jusufin o kon prej robëve të sinqertë. Dhe këtu vnoja një dy vija me këtë të përfundojmë edhe ligjeratën e sodit, se I sinqerti gjithmonë është në mbrojtjen e Zotit Dhul Xhelal. Edhe Iblisi kur u ka betu se kam I largue nga rruga e jote o Zot, këtë robët e tu, Allahu I ka thonë illa ibadi al-mukhlasin, nuk mund është I largosh këtë, është një kategori që janë të sinqert nga robët e mi. Të sinqertit Allahu gjithmonë I mbron, Allahu gjithmonë është me ata dhe gjithmonë Allahu I dërgon ative shkaqe për t'i larguar nga e keqja. Lusim Allahun xhalla shanu wa xhalla xhelalu rinien ton nga çdo e keq Allahu t'i mbron. Ne lusim Allahun xhalla shanu wa xhalla xhelalu rinien ton Allahu ta udhëson. Pleqëve ton të jep imër gjatë dhe shëndet të plot. Të smutit Zoti t'i shëron, të burgosurit pafajshëm t'i liron, ata borxhlit nga borxhi t'i pastron, xhennetul firdausin nasip na I ban.